Ti je fëmijë I vetëm apo jo? Megjithëse mund të kishe qenë I treti. Me sa di, mami pati 2 shtatzani përpara teje, të cilat nuk shkuan ashtu siç duhet. Nuk e di nëse ti ka rrëfyer ato çka kanë ndodhur përpara, por mbase edhe shtatzanin kur ti erdhe në jetë, di që ka qenë goxha e vështirë, ajo ka rrezikuar jetën e saj. Po, kam qenë edhe unë në rrezik aborti, domethënë, se nuk e di për një arsye apo një tjetër shtatzanit nuk ishin në kushtet optimale. Edhe mos gaboj ka qëndruar e shtruar për 7 muaj, mos gaboj, në maternitet, që të vija në jetë. Dhe pastaj dështoi sërish, kështu që ishte e shkruar që t'isha fëmijë vetëm. Edhe nuk lindi më pas. Ju pasi u shpërngulët nga Laçi dhe erdhët në Tiranë, me sa di, keni qenë shumë në lëvizje, ti ke ndruar disa shkolla, përjedhoje dhe shoqëri. Me ardhjen tuaj në Tiranë, megjithatë, me sa di, nisën edhe, le të themi, vështirësi, veçanërisht ekonomike, financiare, babai bashku kishte një sipërmarrje dhe filloi të përjetonte apo jo. Disa probleme që mbase përjedhoi sollën edhe probleme brenda shtëpisë, brenda familjes, ose një atmosferë jo fort të qetë, siç e ke përshkruar ti. Jo fort qetë, po. Shiko, këto problemet, përse si thush halli nuk I ngjan. Domethënë, problemet ishin sepse ishim mësuar me një lloj standardi, po themi. Rrjedhimisht ndikoi edhe në aspektin psikologjik timin, mbase që është vërtet edhe mund t'jem rritur kështu si fëmijë vetëm, siç rriten çdo fëmijë vetëm që ti e mban me gjitha të mira dhe kështu ashtu, që unë mendoj që edhe kjo gjë ka anët e veta negative. Po pse ndikojnë në aspektin tënd psikologjik? Debatet mes prindërve ishin, domethënë, ke thënë mos gabohem, ajri ishte mbytës. Po, në ç'kuptim? Duke qenë fëmijë vetëm, mendoj unë nuk jam psikolog, po duke qenë fëmijë vetëm mendoj që duke mos pasur një krah, pra një motër apo një vlla për të diskutuar për çfarë do të gjë, pra për të folur, për të shprehur, për të edhe shfryrë, I bi që je vetëm, dhe kjo më bëri rrjedhimisht që shpesh herë të mbyllesha vetvete në këtë aspekt. Në linjën e jetës, ti ke thënë nuk ka qenë e drejtë që të shfrysh dështimet, frustrimet mes 4 mureve, po të citoj fjalët e tua. Mami ka sakrifikuar jetën e saj, më ka vendosur mua përpara çdo gjëje. Tani që jam rritur, mendoj se mund kishte patur edhe zgjidhje të tjera. Çfarë nën kupton? Mendon që do kishte qenë më mirë që ajo të ndahej nga babi? Shiko, nëna ime, siç e kam thënë edhe në Big Brother, të gjithë mendojmë që nënat tona janë heroina, e sidomos mami im, sinqerisht, duke ditur çfarë ka kaluar, duke ditur sa ka sakrifikuar dhe vazhdon sakrifikon. Mendon që ajo ka sakrifikuar veten, pra për familjen, për ty në këtë rast? Po, duke vendosur gjithmonë të tjerët përpara. Dhe jo vetëm ne, po edhe në familjen më të madhe, domethënë është person që vetëm bën, pa pritur, si thush, vetëm bën, është aty, gjendet aty. Ka ndikuar në raportin tënd me babain? Kjo atmosfera jo e qetë dhe mbytëse që krijoi në shtëpi? Debatet mes tyre? Shiko, si çdo fëmijë, sidomos si çdo çun, gjatë rritjes time, gjithmonë babai im ka qenë heroi im, kur kam qenë I vogël, sepse natyrisht ata shohesha me gjinin, pra me prezencën e mashkullit, edhe natyrisht ka qenë edhe shumë I suksesshëm, shumë I zgjuar. Domethënë gjente zgjidhje për çdo gjë, dhe me kalimin e kohës pastaj kuptova akoma më shumë rëndësinë e nënës. Dhe kuptova që në fakt heroi vërtet pas ka qenë nëna. Dhe prandaj sigur I kam ndryshuar pak pozicionet, domethënë për mua heroi definitivisht ka qenë nëna, sepse ka sakrifikuar veten e saj. Kush prej tyre të lavdëron më shumë, ta shpreh dashurinë, krenarinë? Babi është fjalë pak. Është fjalë pak, po. Kështu që nuk e tregon me fjalë. Gjithsesi, besoj sot do të të surprizoj dhe do të çudis babi. Ashtu, për sa I përket shprehjes së ndjesive të tij. Se I ka shprehur edhe shumë bukur. Okay. I dashur bir, fillon letra e tij. Nuk ka fjalë që mund të mbajë gjithë emocionin që unë ndjej sot. Teksa të shoh përballë botës si njeri I plotësuar,
por edhe si artist që ndriçon me dritën e vet. Edhe unë ndërkaq jam nga një cep i heshtur, e ndjej zemrën që më rre fort, jo nga krenaria që po të njeh gjithë bota, por nga krenaria që të njoh unë. Si njeriu që rriti ëndrat me duar të pastra edhe shpirt të papërkulur. Më kujtohet kur ishe i vogël, edhe në fakt ti mendoje se gjithçka ishte e mundur. Ti s'më kërkove kur udh, vetëm duart që të mbështesnin në hapa të tut vegjël edhe të mëdhenj. Sot shoh që të gjitha ato hapa që të çuan atje ku ti vetë ëndërrove, në skenën tënde, në dritën tënde. Aldo im, jam krenar për gjithçka që jem, por mbi të gjitha, për mënyrën se si e ke ruajtur shpirtin tënd të pastër, të ndershëm edhe të vërtet. Por sot krenaria ime është më e madhe sepse ti je bërë jo vetëm njeri i madh, por edhe baba i mrekullueshëm. Kur të shoh me Akirën tonë të vogël, shoh një dashuri aq të pastër, aq të ndjeshme, që ma mbush shpirtin me lumturi. Akira ka fatin të ketë një baba si ti, të dashur, të përkushtuar, të kujdesshëm. Dhe fal teje, unë sot jam edhe një gjysh i bekuar. Vazhdo të krijosh birë, vazhdo të jetosh me pasionin që të bën të veçantë, dhe mos harro kurrë, kudo që të shkosh, një zemër do raj gjithmonë fort për ty. Ajo është zemra ime. Të dua më shumë se ç'mund të thuhet, përjetësisht krenar babe yt. Shumë ndjerë. I pas kam mbajtur brenda sepse me fjalë besoj që nuk do shprehet dot kështu, po siç duket me laps është më e lehtë. Fantastike, shumë e bukur, e prekshme, sidomos tek pjesa e prindërimit që për mua është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Unë mendoj që se thush ky është qëllimi jonë më i madh në jetë, edhe më hyjnor, sepse jeta është me cikël, avash dhe bëjmë vitet tona, po çka lëm pas, gjitha mësimet. Misioni më i rëndësishëm. Që kam mësuar, gjitha mësimet, nëse mund t'ja kaloja Akirës, do ishte fati më i madh. Natyrisht ajo do eci në rrugën e vet, herët a vonë, po të paktën të di shumë mësime që shpresoj t'ja artikuloj në një formë që t'i kuptoj. Sinqerisht, Riona jeta është plot sfida, më është dashur shpeshherë t'ja nis nga zero.